Një radhës thot, një farhozën e YouTube ka thonë se shijat janë muslimanë, një këshill nga vogël. Po këshilla ime përgjithshme nga bindjet e mia të cilat unë i kam dhe të cilat na i kemi mësuar, pa më parasysh se cili hoxha ka thonën, mu nuk më intereson, por çdo musliman, e sidomos çdo hoxh, nëse thot se shijat janë musliman, ai duhet të thellohet mirë dhe ta kupton se kush janë shijat mas pari. Shijat nuk janë musliman. Edhe shijat janë ata të cilët e kanë luftuar Islamin dhe janë duke e luftuar Islamin në petkun e Islamit. Nëse thellohemi më thellë të flasmi për shiizmin dhe për shijat, në përgjithësi del në shes se populli i tyre, i cili është avam, dhe ato të cilët janë njerëz të cilët nuk janë të thelluar në fenë e vërtet në Islam, një numër prej dietarëve kanë thonë se këta njerëz janë të paditur dhe janë ignorant dhe duhet ju tregohet e vërteta. Dhe nuk i kanë bë jo musliman. Kurse prisit e tyre, ata të cilët i udhëheqin shijat, në thojza hoxhallarët e tyre të themi, ato nuk janë musliman. Pse nuk janë musliman? Se ato me besimin e tyre kanë mohu do punë të cilët Islami ka vërtetu. E para është se prej besimit të shijave mrenda ka të cilët kanë thonë se vetë Gjibrili a.s. është ai cili ka gabu në vend që t'ja jep shpalljen Hazreti Alis, ja ka thonë Muhammed a.s. Kjo fjalë është kufër dhe kjo fjalë të nxjerrë prej Islamit. Pastaj ka fjalë të cilët ata mohojnë këtë Kur'an që ne e kemi në dorët e tona dhe thonë se ki Kur'an që ka ardhur është i mangët, e Kur'ani më i vërtetë është i asaj që i ka ardhur Fatimës. Pra edhe kjo është një prej problemeve thelpsore, bazore të akides, të cilët na duhet si musliman t'ja u tërheqin vërejtjen, domethënë besimtarve që të kenë kujdes. Pastaj për punëve tjera të cilët ndoshta edhe koha nuk na premton, por kanë devijime të rënda në besim dhe devijime të rënda në akide, ato vazhdimisht mallkojnë sahabët, vazhdimisht mallkojnë burrat më të mëdhenj që i ka dëshmu bota dhe ka dëshmu vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Prej tyre janë 10 sahabët të cilët pejgamberi alayhi salam i ka garantuar me xhenet, edhe një numër të madh të sahabëve ku shijat vetëm se disa prej tyre i besojnë, kurse shumicën e tyre e mohojnë, e prej tyre mallkojnë Ebu Bekrin, mallkojnë Hazreti Omerin, mallkojnë Othmanin, e mallkojnë shumë sahabe tjerë, edhe një person i cili mallkon burrat më të mëdhenj që i ka garantuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me xhenet, këto nuk mundën me qenë musliman. Pastaj jashta që ata kanë mallku këto burra, ato kanë mallku dhe kanë qit iftira dhe kanë nxjerr fjalë të rënda ndaj nanës së besimtarëve, ndaj Hazreti Aishës radhiyallahu anha, të cilët ata vazhdimisht e mallkojnë dhe vazhdimisht i flasin fjalët të cilët janë më të ulta njerëzore për një nanë e cila është e ndershme, që e ka nderuar Allahu me Kur'an dhe e ka nderuar vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e nderojnë besimtarët sot dhe do ta nderojnë deri në ditën e Kiametit. Këta thënie dhe këta fjalë të cilat ato i thonë, këto janë disa pika të shkurta të cilët ata e besojnë dhe e kanë si shia, atëherë neve na jep me dije se këto fjalë, nëse një njeri i thot, ai nuk është musliman, edhe përderisa nuk pendohet, vendi i tij padyshim se ka me qenë xhenemi, wallahu taala alam.